Çmimet në treg vazhdojnë të mbeten të larta, duke rënduar gjithnjë më shumë buxhetin familjar të qytetarëve. Sipas tyre, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, pothuajse të gjitha produktet bazë ushqimore kanë pasur rritje të ndjeshme. Ata shprehen se rritja është veçanërisht e theksuar gjatë muajit të Ramazanit, periudhë në të cilën shpenzimet familjare shtohen për shkak të përgatitjes së iftareve. Qytetarët ankohen se me pagat dhe pensionet aktuale është gjithnjë më e vështirë të përballohen shpenzimet mujore. Sipas tyre, produktet që përdoren çdo ditë si mishi, perimet, vezet dhe produktet e bilmetit kanë arritur çmime që për shumë familje janë të papërballueshme. Ata theksojnë se në vend që gjatë muajit të Ramazanit të ketë lehtësime apo ulje çmimesh, ndodh e kundërta. Çmimet rriten edhe më shumë. Çfarë çmimesh? A duken pak më të larta? Po. Mi shikoni 1.000 dinar, e i boni 1.100. Neve për rrogat tona janë falta. Larta? Po valla, shumë shtrejt. Me këto rroga që i marrim na, shumë shtrejt. Unë jam pensionere, tjetë, se shumë shtirë. Mujnë me nxje kalojnë. A duken tash për Ramazan që kanë hyrë pak çmimet në treg më të larta? Po. Çka vëreni për shembull? Po vrejmë gjithçka që ka hyrë. Ben ata mi lishu për Ramazan, ta ma shumë pi hypin. Edhe të tregu jem atje ku jetojnë qaj, nistoj çmimet ma të larta, këtu ma të larta. Shumë zakë. Larta shumë që partizionët të speca se ka shumë do që ato vesh që shumë shetem, për koncert. Shash Ramazan tu pak valin mi shumë Ramazan, për të të një shka, i shkan ko blenë sa me konë shtet. Apo shka shka do të lishu pak valin. Apo se e di punë i vete që shtat këshiri përfitim, ne ma pak. Apo... Mendoni se duhet të ulen? Po, duhet të ulen pak, nuk jam pak që këshiri këta. 300 dinore. 300 dinore. 300 dinore do të marë, se në marë. Do të nëzirë për pak shpime. Sena, mo shash përti, dhe to përfitimin e me, dhe na pëtimi ma litë pak tjesë. Shka mo, do të me hongër, Ramazan do të me hongër, pa hongër s'ka. Ndërkohë edhe vetë shitësit pranojnë se situata ekonomike ka ndikuar në uljen e fuqisë blerëse, megjithëse muaji i Ramazanit zakonisht shoqërohet me rritje të konsumit. Këtë vit frekuentimi në treg ka qenë më i ulët. Ata theksojnë se çmimet nuk varen drejt për drejt prej tyre, por nga furnizimi dhe importi i produkteve nga jashtë vendit. Sipas shitësve, rritja e kostos së transportit dhe furnizimit reflektohet automatikisht në çmimet finale që paguan konsumatorët. Po çmimet ka edhe li edhe shtrenjtë. Shte ka çmimet që në shtrenjtë, ka që ka dhe ligë. Për Ramazana janë më të larta? Po ka vëlla, spesi partizani një pak që nëtë. A lak nga pak dire. Shte për. A keni shitje tash në këtë muaj? Shitje hip në zë. Si ta buqetese një ovre. Nuk keni, ja? Ka dofë, nuk ashtë më, s'kem pare gjinje. Këtë punë të pare. A pritet të ulen çmimet? Jo, more qëfar lagë në që ma shkojnë, qëfar të ume. Motër nuk janë çmimet edhe shumë të larta, po edhe turta nuk janë normal, janë. O popli nuk ka parë, oj motër. Edhe pse muaj i madh i Ramazanit, s'ka i mora me ble. A keni shitje? Unë për vitin të pëse muqa, elhamdulillah kena ka pak. Pse muqa nuk banë, elhamdulillah kena. Për që këtë mujt madha për këtë dhe argjen paret. Me zë e pritëm. Elhamdulillah, ka. Amo përsaj për këtë edhe çmimeve nuk varet nga tregtarët, nga ne që punojmë këtu, varet gjithmonë nga eksporti nga vjen madhe. Ata e bëjnë çmimin atje tjetër, e bëjnë kurvin tjetër, e bëjnë këtë. Perimeve, unë spanoki kara 60, lakna kara 30, kepa kumpiri kara 30, 40, kara shumë. Po të frutave? Frutave kanë hip banania, ka hip portokalli, molla, kanë hip. Rritja e vazhdueshme e çmimeve reflektohet edhe në të dhënat zyrtare. Sipas përllogaritjeve të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, shporta minimale sindikale që përfaqëson shpenzimet mujore të një familje 4 anëtarëshe ka pasur sërish të rritje. Në muajin shkurt 2026, kjo shport është rritur për afër 1.000 denar krahasuar me janarin, duke treguar qartë shtimin e kostos së jetesës. Sindikata vlerëson se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore, energjisë dhe shërbimeve bazë po e bën gjithnjë më të vështirë jetesën për qytetarët me të ardhurat të ulta.
Për këtë arsye, ajo ka paralajmëruar protesta masive duke filluar nga 1 marsi, nëse deri atëherë qeveria nuk pranon kërkesën për rritjen e pagës minimale në 600 euro. Në kushtet e një inflacioni të vazhdueshëm dhe pagave që nuk rriten në të njëjtin ritëm me çmimet, qytetarët shprehen se presin masa konkrete nga institucionet për të frenuar shtrejtimin dhe për të lehtësuar barrën ekonomike, veçanërisht në periudha të ndjeshme si muaji i Ramazanit.